Përshëndetje të nderuar teleshikues, ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Mazhoranca dhe opozita kanë arritur dakordsi në Komisionin e Jashtëm lidhur me draft rezolutën për integrimin evropian. Dokumenti synon forcimin e kontrollit parlamentar dhe avancimin e reformave kyçe në kuadër të procesit të antarësimit në BE. Seanca në kuvend është shoqëruar me debate dhe replika mes përfaqësuesve politik. Diskutimet janë përshëndruar nga integrimi evropian deri te përplasjet politike të brendshme. Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka marrë vëmendjen kryesore në kuvend, ku opozita dhe mazhoranca kanë arritur një qëndrim të përbashkët në Komisionin e Punëve të Jashtme për draft rezolutën mbi këtë proces. Megjithatë, seanca plenare nuk ka qenë vetëm e fokusuar te integrimi, pasi është shoqëruar dhe me replika të forta dhe diskutime mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhorancës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar kritikat ndaj qeverisë, duke komentuar zhvillimet politike dhe duke u përfshirë në debate që lidhen edhe me figurat brenda Partisë Socialiste. Se ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen, pasurimin e paligjshëm të shqiptarëve. Edhe ti që më dhe mua përgjigje freudiane, unë e kisha politike, jo freudiane e vërejtën time. Ku shkoja? Iku, s'ka gja. Pra, ju e keni hipokrizi integrimin. Raporti thot se ka sjellë këtu në parlament çdo 3 muaj raportin qeveria. Keni pa gjë deputet raport ju, sepse ky është armik i integrimit, ky që drejton parlamentin, sepse ky ka intereset e pasurisë tij dhe jo intereset e integrimit shqiptarëve. Po ku janë raportet sipas ligjit? Duhet të ishin paraqit në parlament, asnjë prej tyre. Raporti thot duhet zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. E thot apo se thot? Kush i shkel ato jeni ju? Pra jeni ju pengesa kryesore e shqiptarëve në integrim. Dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe Punë të Jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument, i cili është një dokument shumë i mirë. Ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoj pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues Shqipërisë sonë përbashkët e që është antarësimi në Bashkimin Evropian. E përpasoj. Edhe Gazmend Bardhi në të njëjtën lidhje me kryetarin e tij tha se Edi Rama po e bllokon procesin e antarësimit. Nuk është se ndonjë vend antar i Bashkimit Evropian na e ka me hile. E vërteta është se është Edi Rama që na e ka me hile. Ai zgjodhi Belinda Ballukun përpara integrimit evropian. Me vedije të plot për të mbrojtur bashkëpunëtorin e tij të panderur nga SPAK, Edi Rama nuk e kaloi testin e Europës dhe sot vendet e Bashkimit Evropian po na vendosin kusht pas kushti, duke shprehur hapur zhgënjimin dhe mosbesimin ndaj kësaj qeverie. Ndërkohë, vëmendje ka tërhequr edhe prania e ministrit të Jashtëm Ferit Hoxha, i cili për pak minuta ka zhvilluar një bisedë afërt me zëvendëskryeministren Albana Koçiu, ndërsa për një moment është ulur edhe në vendin e kryeministrit Edi Rama gjatë punimeve të kuvendit. Seanca është mbyllur mes debateve politike dhe diskutimeve mbi rrugën e integrimit evropian, që mbetet një nga prioritetet kryesore të agjendës parlamentare. Komisioni i Jashtëm ka miratuar me konsensus draftin përfundimtar të rezolutës mbi procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dokumenti ritheksoi integrimin evropian si objektiv strategjik kombëtar dhe parashikon angazhime konkrete nga mazhoranca dhe opozita. Në fokus mbeten lufta kundër korrupsionit, forcimi i dialogut politik dhe reformat zgjedhore. Rezoluta kërkon gjithashtu përjashtimin e reformave në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian. Mazhoranca dhe opozita kanë arritur dakordsinë për draftin final të rezolutës mbi procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dokumenti i cili është miratuar me konsensus në Komisionin Parlamentar të Politikës së Jashtme. Në tekstin e rezolutës theksohet se integrimi evropian mbetet një objektiv strategjik kombëtar dhe një prioritet madhor për institucionet shqiptare. Të vetëdijshëm se Shqipëria ka hapur me shpejtësi të gjithë kapitujt e negocimit dhe është në pritje të miratimit të raportit i bar, duke marrë në konsiderat raportin e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, si dhe duke mbajtur parasysh gjetjet dhe rekomandimet e raportit final të OSBE ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, Kuvendi i Shqipërisë angazhohet të forcojë kontrollin parlamentar ndaj pushtetit ekzekutiv, institucioneve dhe agjensive të pavarura, duke respektuar parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit mes pushteteve, duke rritur transparencën, auditimin dhe llogaridhënien. Në dokument, Kuvendi angazhohet
nevojët për intensifikim të luftës kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, si dhe për mbështetje të institucioneve përgjegjëse në zbatim të standardeve dhe kërkesave të Bashkimit Evropian. Majoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarim parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregullorin e kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtari parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregullorin e kuvendit. Një pjesë e rëndësishme e draftit lidhet me dialogun politik mes palëve. Majoranca angazhohet të garantojë pjesëmarrje të plotë të opozitës në jetën parlamentare dhe respektim të drejtave të saj, ndërsa opozita merr përsipër pjesëmarrje aktive dhe funksionale në institucionet parlamentare. Rezoluta parashikojnë gjithashtu për shpejtimin e reformave zgjedhore në përputhje me rekomandimet të OSBE-Gjirit në Komisionin e Venecias, me synimin për të garantuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe standarde demokratike më të larta. Në fund, kuvendi i kërkon Këshillit Ministrave të vijojë me ritme më të shpejta reformat në shtetin e së drejtës, sistemin e drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit, duke theksuar se përparimi drejt BE-s duhet bazohet në merit, rezultate konkrete dhe standarde të verifikueshme demokratike. Debati politik në kuvend është shoqëruar me akuza dhe replika mes Sali Berishës dhe Elisa Spiropalit. Kryedemokrati komentoi marrëdhëniet brenda Partisë Socialiste dhe qëndrimin e kryeministrit Edi Rama dhe figurave të ndryshme të mazhorancës. Spiropali ju kundërpërgjigj duke akuzuar Berishën si një kohësisht kritik dhe garant të sistemit politik. Përplasja u shoqërua me reagime dhe duartrokitje në sallën e kuvendit. Seanca parlamentare është shoqëruar me tensione dhe replika të forta politike mes kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe deputete socialiste Elisa Spiropali në një debat që preku dhe raportet brenda Partisë Socialiste. Nga foltorja e kuvendit, Berisha komentoi zhvillimet dhe përplasjet e brendshme në mazhorancë, duke u referuar mënyrës së ndryshme se si sipas tij kryeministri Edi Rama trajton figurat caktuara politike brenda Partisë Socialiste. Ai përmendi konkretisht Belinda Ballukun dhe Elisa Spiropalin, duke ngritur pyetje ironike mbi raportin e tyre me kreun e qeverisë. Dhe ju që po më shifni atje do të bëj një pyetje këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja? Deklaratat e Berishës sodën reagime të menjëhershme nga Elisa Spiropali, e cila ju kundërpërgjigj ashpër nga foltorja e kuvendit. Ajo e akuzoi liderin demokrat se mban një qëndrim kontradiktor ndaj sistemit politik, duke e paraqitur njëkohësisht si denoncues i tij dhe si garantues i funksionimit të tij. Sali je i pabesueshëm sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Debati mes palëve pasqyroi edhe një herë klimën e tensionuar politike në kuvend, ku akuzat personale dhe përplasjet verbale vijojnë të dominojnë diskutimet parlamentare. Seanca plenare është shoqëruar me tensione mes mazhorancës dhe opozitës pas deklaratave të Sali Berishës ndaj Ulsi Manjës dhe Belinda Ballukut. Ministri Manja kërkoi të merrte fjalën për replik, por kryetari i kuvendit Niko Peleshi nuk e lejoi. Debati u fokusua te respektimi i minutazhit dhe rendit të folësve gjatë seancës. Situata solli reagime dhe tension në sallën parlamentare. Një seancë e tensionuar në kuvend të shoqëruar me debate politike dhe procedurale pas akuzave të bëra nga ish kryeministri Sali Berisha në drejtim të ministrit Ulsi Manja dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Një ditë para seancës, Ulsi Manja kishte publikuar në rrjetet sociale foto nga një takim në Dibër me Ballukun, duke e shoqëruar me një mesazh për bashkëpunimin brenda Partisë Socialiste dhe forcimin e skuadrës qeverisëse. Kjo deklaratë u përmend në kuvend nga Sali Berisha, i cili ngriti akuza politike ndaj Manjës, duke pretenduar lidhje më të thella mes tij dhe Ballukut për te bashkëpunimit institucional. Prandaj jam bathaj, prandaj e merr kushtu Luziu, që merr Lubin në Peshkopi, e merr se ja ka dosjen Luziut. Ja u them unë ju, ja ka krijuar dosjen me Oltën Bistrin, ndaj dhe ai peqelepe i thot asaj.
Pas këtyre deklarimeve, Manja kërkoi të drejtën e fjalës për të replikuar, por kryetari i kuvendit Niko Peleshi nuk e lejoi ndërhyrjen, duke argumentuar se seanca po zhvillohet me minutazh të përcaktuar dhe sipas listës së folësve. Zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replik as procedurë se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Tauland Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngele teatri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur të vi radha. Seanca u shoqërua me reagime edhe nga opozita, e cila ndoqi me vëmendje përplasjen procedurale në sallë. ODIR ka vlerësuar projekt ligjin e ri për financimin e partive politike në Shqipëri si një hap drejt rritjes së transparencës dhe luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, raporti evidenton boshllëqe ligjore që mund të mundsojnë financime të fshehta dhe shmangje të rregullave. Organizata kërkon ndalim të qartë të donacioneve të maskuara dhe forcim të mekanizmave të kontrollit. Sipas raportit, pa rregulla më të forta dhe mbikëqyrje efektive, sistemi mbetet i ekspozuar ndaj abuzimeve. Zyrat për institucione demokratike dhe të drejtave të njeriut pranë OSBE ODIR ka publikuar vlerësimin për projekt ligjin e ri mbi financat e partive politike në Shqipëri, duke konsideruar atë një hap pozitiv drejt rritjes së transparencës dhe kontrollit mbi financat politike, por njëkohësisht ka ngritur shqetësime serioze për boshllëqet ligjore që mund të lejojnë shmangje të rregullave dhe financime të fshehta. Në raport thuhet se nëse zbatohet siç duhet, drafti mund të ndihmojë në forcimin e standardeve demokratike dhe luftën kundër korrupsionit. Nëse zbatohet në mënyrë efektive, dispozitat e projektligjit duhet të ndihmojnë në luftimin e korrupsionit, të rrisin transparencën dhe të kontribojnë në krijimin e një fushë loje të barabartë për partitë politike në Shqipëri. Ka disa fusha që kërkojnë vëmendje për të mbyllur boshllëqet e mundshme ligjore që mund të shfrytëzohen për të anashkaluar rregulloret e financimit të partive politike dhe të fushatave. Hartuesi duhet të marrë në konsiderat një ndalim të qartë të donacioneve të bëra në emër të një personi tjetër, thuhet në raport. Megjithatë, organizata thekson se drafti ka mangësi të rëndësishme që duhet të korrigjohen për të shmangur abuzimet me financimet politike. Sipas raportit, ekzistojnë boshllëqe që mund të shfrytëzohen për të anashkaluar kufizimet ligjore. Mospërputhjet midis këtyre instrumenteve, së bashku me boshllëqet rregullatore në fusha të tilla si kredi, financim nga palët e treta dhe zbatimi duhet të dëmtojnë koherencën dhe efikasitetin e përgjithshëm të sistemit dhe mund të rezultojë me boshllëqe ligjore. Duhet të përfshihen rregulla më të qarta dhe më të qëndrueshme për vlerësimin e kontributeve në natyrë, duke përfshirë shërbimet dhe mbështetjen tjetër jo monetare. Lista e sanksioneve sipas projektligjit duhet të mbulojë të gjitha detyrimet thelbësore të përcaktuara në projektligj, duke përfshirë edhe marrjen e donacioneve nga burime të ndaluara, thuhet në raport. Një nga rekomandimet kryesore lidhet me ndalimin e donacioneve të fshehura ose të maskuara përmes personave të tretë. Rekomandohet që projektligji të përfshijë dispozita që adresojnë financimet nga palët e treta, duke përfshirë situata kur palët e treta kryejnë shpenzime në emër ose për përfitimin e partive politike. Për këtë qëllim, hartuesit e ligjeve duhet të prezantojnë një përkufizim të qartë të asaj që nënkuptohet me financim nga palët e treta, duke siguruar njëkohësisht që të njëjtat kufi ekzistues për donacionet për partitë politike dhe rregullat mbi shpenzimet dhe raportimin zbulimin politik si ato që zbatohen për partitë politike të zbatohen edhe për subjekte ose persona të tillë, evidenton ODIR. Shqetësim tjetër i ngritur është edhe fakti që shumë rregulla të rëndësishme i delegohen më vonë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të parashikohet një kuadër rregullator gjithëpërfshirës që rregullon kredit për partitë politike, duke përfshirë dispozita mbi burimet e lejuara, kufizimet, garancitë dhe kushtet e ripagimit, duke mandatuar zbulimin e plotë të kredive të tilla në llogaritë vjetore të partive dhe të merret në konsiderat fuqizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të vendosur procedura të hollësishme për monitorimin e pajtueshmërisë me rregullat e zbatueshme për kredit. Raporti konsideron projektligjin një hap pozitiv drejt reformimit të financimit të partive politike në Shqipëri, por nënvizon se pa rregulla më të qarta, transparencë më të fortë dhe kapacitete reale hetimore për KQZ-n, sistemi mbetet i ekspozuar ndaj abuzimeve dhe financimeve të fshehta politike.
Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konfirmuar se 56 student janë helmuar nga konsumimi i makaronave të kontaminuara gjatë drekës, ndërsa është urdhëruar pezullimi i aktivitetit të kompanisë furnizuese dhe vendosja e gjobës ndaj saj. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konfirmuar se studentët e Akademisë së Policisë janë helmuar nga konsumimi i makaronave të kontaminuara me bakteret Escherichia coli dhe Staphylokok. Sipas AKU-s, analizat tregojnë se produkti ushqimor është kontaminuar gjatë procesit të përgatitjes së ushqimit. Pasi njëjti produkt në gjendje të papërpunuar ka rezultuar i sigurt në analizat laboratorike të ISUV-it, duke dalë brenda rregullave të sigurisë ushqimore. Nga verifikimet rezulton se makaronat e kontaminuara janë konsumuar gjatë vaktit të drekës nga studentët duke shkaktuar simptoma helmimi tek 56 prej tyre. AKU thot se pas konstatimit të rastit ka ndërmarrë masa administrative dhe ligjore ndaj kompanisë furnizuese Sorial, e cila operonte pranë forcave të armatosura. Është marrë masa e ndërprerjes së aktivitetit të kompanisë Sorial dhe është kërkuar pastrimi dhe disinfektimi i plotë i ambienteve ku përgatitej ushqimi, thuhet në njoftim. Gjithashtu, subjektit i është vendosur një gjop me vlerën 1.500.000 lekë për shkelje të sigurisë ushqimore dhe kushteve higjieno-sanitare të papërshtatshme. Në përfundim të inspektimit, kompanisë i është lënë detyrë edhe për të asgjësuar produkte të bllokuara, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e situatës për të shmangur raste të tjera të ngjashme. Ish-zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka depozituar rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra. Masa ishte vendosur në kërkesë të SPAK dhe ishte konfirmuar nga 2 shkallët e gjyqësorit. Balluku po hetohet për çështje që lidhen me tenderin e tunelit të Llogaras dhe projektin e Unazës së Madhe. Vendimi për rekursin priten të merret nga gjykata e lartë. Ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku i është drejtuar gjykatës së lartë me një rekurs përmes të cilit kërkon shfuqizimin e masës së pezullimit nga ushtrimi i detyrës publike. Kjo masë është vendosur fillimisht nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nëntor të 2025-s me kërkesë të SPAK dhe më pas ishte lënë në fuqi edhe nga instancat më të larta të gjyqësorit. Në tetor 2025 Balluku u more pandehur për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit Llogaras, ndërsa më pas në nëntor u përfshi edhe në hetimet të tjera që lidhen me 7 lotet e Unazës së Madhe. Në të njëjtën periudhë, ndaj saj u vendos edhe masa e pezullimit nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës, masë që vijon të jetë në fuqi. Pavarësisht se kryeministri Edi Rama e shkarkoi nga detyra në shkurt të vitit 2026, çështja e masës së sigurisë mbetet ende objekt gjykimi, pasi vendimet e gjykatës nuk janë shfuqizuar. Gjykata e lartë ka shqyrtuar më herët edhe kërkesën për heqjen e ndalimit të daljes së jashtvendit, duke rrezikuar rekursin e saj dhe duke lënë në fuqi masën e vendosur më parë. Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera publik dhe është në hetim për disa procedura të mëdha prokurorimi, përfshirë tunelin e Llogaras dhe projektin e Unazës së Madhe, si dhe çështje të tjera të lidhura me tender publik. Gjykata e Korçës ka caktuar masën arrest në shtëpi për kirurgun Nikola Nunka pas denoncimit të një 21 vjeçareje për ngacmim seksual gjatë ushtrimit të detyrës. Prokuroria paraqiti prova që sipas saj krijojnë dyshime të arsyeshme për veprën penale. Gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë arrest në shtëpi për mjekun kirurg Nikola Nunka, i akuzuar për ngacmim seksual ndaj një paciente e 21 vjeçare. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe ka zgjatur rreth 2 orë. Gjatë shqyrtimit, prokuroria ka paraqitur para gjykatës prova që sipas saj implikojnë kirurgun Nunka dhe provojnë dyshimin arsyeshëm për konsumimin e veprës penale. Organi i akuzës ka kërkuar që ndaj mjekut të caktohet masa e arrestit në shtëpi, duke marrë parasysh rrethanat personale të akuzuarit, si dhe të vlerësohet si i ligjshëm arresti në flagrancë. Kërkesa e prokurorisë është pranuar nga gjykata, e cila ka vendosur që mjeku të qëndrojë në arrest shtëpie deri në një vendim të mëtejshëm gjyqësor. Gjatë seancës dhe në deklarimin e tij, Nikola Nunka ka mbajtur qëndrim mohues ndaj akuzave të ngritura, duke mos pranuar përgjegjësinë penale për ngjarjen e denoncuar. Sipas hetimeve, mjeku arrestua 3 ditë më parë pas kallëzimit të bërë nga një paciente 21 vjeçare, e cila e ka akuzuar për ngacmim seksual gjatë një vizite mjekësore. Çështja pritet të vijojë në fazat e mëtejshme të hetimit, ndërsa organet e drejtësisë do të vlerësojnë provat e paraqitura nga të dyja palët.
Shoqata e transportit publik Qytetas i ka kërkuar qeverisë zgjatjen e subvencioneve të naftës për sektorin edhe për 3 muaj të tjerë. Sipas operatorëve, çmimet e larta të karburanteve vijojnë të rëndojnë kostot e aktivitetit. Aktualisht masa mbështetëse parashikohet të përfundojë në fund të muajit qershor. Shoqata paralajmëron se ndërprerja e subvencionit mund të sjellë reduktim të shërbimit dhe vështirësi financiare për kompanitë. Shoqata e transportit publik Qytetas i është drejtuar zyrtarisht qeverisë me një kërkesë për zgjatje dhe me 3 muaj të skemës së subvencioneve të naftës për operator të transportit publik. Aktualisht vendimi i Këshillit të Ministrave parashikon që masa e jashtëzakonshme mbështetëse për sektorin të jetë në fuqi deri në fund të muajit qershor, si pjesë e politikave për përballimin e rritjes së çmimeve të karburanteve. Në kërkesën drejtuar institucioneve, shoqata argumenton se vetë qeveria ka pranuar ekzistencën e një situatet veçantë në tregun e hidrokarbureve, e cila ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e kostove të operimit për kompanitë e transportit publik. Sipas operatorëve, situata vijon të mbetet problematike pasi çmimet e karburanteve nuk janë stabilizuar dhe vazhdojnë të kenë ndikim të ndjeshëm financiar në aktivitetin e përditshëm të kompanive të licencuara. Për këtë arsye, shoqata kërkon që kompensimi financiar për 50 lekësh për litër i miratuar më herët nga qeveria të zgjatet edhe për periudhën korrik shtator me synimin për të garantuar vijimësi normale të shërbimit publik. Sipas përfaqësuesve të sektorit, vazhdimi i subvencionit konsiderohet i domosdoshëm për të shmangur reduktimin e numrit të mjeteve në qarkullim, uljen e frekuencave të linjave urbane dhe për të ruajtur balancën financiare të operatorëve të transportit publik Qytetas. Shoqata paralajmëron se pak të mbështetje kompanitë mund të përballen me vështirësi të mëdha ekonomike që do të reflektohen drejt për drejt edhe tek cilësia dhe qëndrueshmëria e shërbimit për qytetarët. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.